Qindra banor të lagjës Partizani në Vlorë vuajnë prej vitesh mungesën e ujit të pishëm në banesat e tyre. Sipas banorëve, uji i pishëm mungon në banesat e tyre për gati 20 vjet. Jemi ankuar në ndërmarrjen e ujësjellësit dhe kemi kërkuar në disa institucione shtetërore për zgjidhjen e këtij problemi dhe për marrjen e masave për furnizimin e ujit. Por deri më sot vetëm premtime kemi marrë ose nuk na presin fare. Konkretisht nuk është bërë asgjë. Madje banorët nuk janë kursyer dhe përgjegjës për këtë situatë kanë bërë kreun e Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika. Ata kujtojnë investimin e rrjetit të ri të ujësjellësit, i cili nuk ka qenë në shërbim të tyre. Ndërsa tentativa e fundit për të gënyer ka qenë ajo e ardhjes së ujit në këtë zonë, me orare të cunguara vetëm në një muaj, majin e vitit të kaluar, e që prej atëherë ata janë kthyer normalitetit që sipas tyre është mungesa e ujit. Ata prej vitesh kanë harruar se çfarë funksioni kryen çezma e tyre, pasi prej vitesh me radhë ajo nuk rrjedh ujë të pishëm. Ujë të pishëm s'ka ne vetëm 15 vjet këtu dhe as ujë, as tut ashtu. Jetojmë këtu dhe nuk ka asnjë gjë. Po ke vajtë çdo vend ndash bashkinë ndash, na kanë premtuar çdo gjë po. Edhe sot po nesër. Kam 15 vjet, unë jetoj këtu tek kjo shtëpi. Dhe janë si shtëpitë e mia, shtëpitë e një personi që jetoj unë. Na kanë ardhur, na kanë thënë shumë gjëra, jo do vëm çezmat, jo do vim, jo do rregullojmë tubot, asnjë gjë nuk është bërë në vit. Problemi që na vjen çezmat, na vjen ujë. Në bashkim kemi vajtur e kudo që kemi vajtur me shpresë as do vinë sot ose do vinë mot, dhe asnjë gjë deri më sot. Kam marrë që në 97 këtu, s'kemi pasur ujë. Edhe kemi ankuar në bashkinë në çdo vend. Kam prur një far kanalizimi të ujit, një far shu për ujë këtu edhe nuk ka furnizuar kurrë. Asnjëherë. Asnjë, do vinë, na kanë gënyer, asgjë tjetër. Dhe librezat i pagojmë tatimin e ujit, me fjalë, por nuk ujë s'ka ardhur asnjëherë. Sipas banorëve, prej shumë kohësh, ata nevojat e tyre për ujë i përmbushin duke zbritur në fundin e lagjes, ku edhe furnizimi me ujë bëhet në bazë të orareve, ndërsa shpeshherë ngelen në mëshirën e banorëve të tjerë aty rrotull, nga të cilët mund të furnizohen, ndërsa jo rrallëherë ata detyrohen madje të blenë ujë nga bota, të cilat i sjellin pranë zonës kundrejt pagesës së 500 apo 1000 lekëve të reja.